Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të podcastit Objektiv. Mirë se keni ardhur në podcastin ton të radhës me mua Esmeralda Pashollarin dhe me mua Alban Tufën. Mirë se erdhën vajzat që do i prezantosh ti. Sot me ne kemi dy vajza të cilat fituan çmimin e parë në kategorinë e universitetit në projektin Wisdom Behind Suna. Tashmë ju e dini që projekti Wisdom Behind Suna realizohet për të 4 vit të radhasi dhe është një projekt që ka në fokus sjelljen e trashëgimisë së traditës profetike në rikujtesën tonë dhe veprave të profetit Muhammed alayhis salam. Ne kemi shpjeguar një podcast, domethënë me Zysh Rudinën këtë projektin, kemi pas një podcast të veçantë për këtë. Nuk do ju lodhim me informacione rreth projektit në përgjithësi sepse I kemi zëvruar ato, por që do diskutoj me dy vajza të mrekullueshme që edhe një herë do t'i prezantoj Esmeralda se unë e ndërpretova. Adelina Kamo, viti 3, për gjuhë dhe letërsia angleze apo jo, dhe Shukria Iskorti, po ashtu në viti 3 për gjuhë dhe letërsia angleze. Vajza, mirë se keni ardhur me ne sot. Si fillim jam shumë e lumtur që më keni ftuar këtu. Është një kënaqësi shumë e madhe të marr pjesë në këtë podcast edhe gjithashtu ky projekt na ka mësuar shumë të zhvillohemi. Pa ne I djeg pyetjet se do të pyesim pastaj specifikisht. Pyetja ime është shumë e shkurtër. Pse dy vajza nga gjuhë letërsia angleze do merreshin me një projekt që ka të bëjë me për shembull traditën profetike? Çfarë ju shtyu të bëheshit pjesë? Unë e di që ju kishit pas marrë pjesë edhe më përpara. Po, në fakt, vjet kemi pas marrë pjesë, po që nuk e shihni si diçka aq shumë të rëndësishme, ama duke u rrit, kupton se nuk është vetëm shkolla e studimet ajo që të ndihmon për jetën, por janë edhe gjëra të tjera siç është dhe feja, saktësisht. Edhe kam pas shumë të nevojshme në fakt të kem informacione si për veten, por gjithashtu ti ndaj ato me të tjerët, më duk shumë e nevojshme, edhe pse jo në këtë projekt kaq të madh, pse jo, domethënë. Të merrni pjesë. Edhe pastaj pse jo të mos fitonit. Fillimisht si jeni njohur me këtë konkurs? Ne mund ta ndaj mikrofonin dhe mund të flasësh kështu si të ndjehesh, tek e fundit flit dhe anglisht dhe si ti të jesh rehat. Domethënë, nuk e di a do të vendosim dot titra, po provoje në shqip nëse ti e ke me siklet. Nga që mendon më mirë në anglisht, thjesht për nga që vajza studiojnë anglisht dhe kanë gjithë të drejtën e botës të flasin anglisht. Si u njohën me këtë konkurs? Nga keni dëgjuar? Kur isha në viti parë, kisha njohur një vajzë që ishte nga Indonezia, Zana, edhe ajo po më fliste për këtë projekti, edhe nga ajo u njohën projektin. Si ka qenë eksperienca vjet? Domethënë, okay, ju futët ke qenë vjet se për Shukrinë e di. Ju keni qenë bashkë të dy? Po pra, edhe vjet kam përshtypjen. Apo s'keni qenë bashkë? Grupe të ndryshme. Interesant. Vjet për shembull, si u ndjet absolut një lloj kështu zhgënjimi mbasi nuk fiton unë për vete e psoj për herë kur jam pjesë e një konkursi kur nuk fitoj. Psoj lloj kështu zhgënjimi mërzitën pak, e di, po prapse prap. Po, në fakt në vitin e parë jam njohur se si tem, pastaj u bëra shumë kurioze, vitin e dytë më dha mundësia në fakt me një shoqe që kam pas të Rian Convict, por që nuk e kishim atë dëshirën e madhe fakt të fitojmë, por më shumë ta eksperiencojmë si fillim. Pastaj pam që humbëm, në fakt ditën e tjetër kur mbarum atë prezantimin në projektit edhe humbëm, tham vitin tjetër do fitojmë se s'bën, domethënë. Wow. Çfarë ambicie? Edhe në fakt, çfarë ambicie pa. Po pra, është dhe fakt, nuk e dihet. Vjet çfarë temash keni patur? Shukria ti? Unë kam pasur rëndësinë e ujit Zemzem. Ishte shumë e thjeshtë si projekt, po prandaj them, duhet diçka pak më Hajde do dalim pastaj te kjo e kësaj aktiviti, se kjo është shumë interesante dhe për të ju kemi ftuar sot. Do t'ja Adelina, vjet çfarë teme ke patur? Ne kishim të që ta bëjmë rrugën e Islamit më të lehtë për njerëzit që si për shembull që konvertojnë në që vinë të rinj, pra që nuk e njohin, po. Ta bëjmë çik më të lehtë për ato, se shumica e komunitetit musliman janë ti u konvertove tani, u bëre musliman edhe duhet që të veshësh me patjetër hijab, po. Ose ti u bëre muslimane me patjetër që në moment duhet ta ndalosh që të pish alkoolin. Kuptoj. Edhe I bëm çik si
presion njerëzve, kështu që duhet ta. Se është një lloj kështu ndrrimi i jetës shumë drastike. Ti je në një ritëm tjetër dhe futesh në një sistem tjetër. Mirë, ndërkohë që tema e këtij viti ishte një temë shumë e bukur, shumë e përfolur, siç është syri i keq. Çfarë para se fillojmë projektin, çfarë është syri i keq kështu për ju? E keni dëgjuar që kur keni qenë të vegjël kam përshtypjen që me thënë drejtën, syrin e keq kam pas menduar gjithmonë thjesht si unë kam përfituar për herë si një sy ciklopi. Domethënë mund gjaj kështu të çuditshme. Madje unë kam thënë se me një tregim, e kam pas imagjinuar për herë kështu, sigurisht një sy i tretë, syri i keq. Pra dy sy normalisht janë të mirë dhe një sy i tretë i keq, domethënë kur isha fëmijë. Pastaj sigurisht kjo është një gjë tërësisht abstrakte, po nejse. Në fakt syri i keq gjithmonë është menduar dhe është pretenduar si diçka utopike, sikur nuk ekziston apo sikur është thjesht një mit, sikur nuk do, por që në të vërtetë në rezulton ndryshe. Sot. Në fakt s'kam pas besuar dhe shumë syrin e keq kur isha e vogël, se di më dukte fiks utopike, domethënë. Po që më kam pas ndodhur sa raste dhe më duk vërtet si nuk ka mundësi të ndodhet, domethënë. Kam pas sa njerëz ata afër që na ndodhin gjëra. Këshia e thash, që ja vërtet e rrezikshme. Bile s'kam dik edhe fosh një fëmijë nga kjo gjë, e syri i keq. Si imagjinoja thjesht sikur ndoshta si tip hije që të mblon edhe pastaj thjesht të ndik kudo që shkon ti, pastaj të ndodhin gjëra të këqija. Si një lloj tesi që të mbështjell gjatë gjithë kohës. Më ka ndodhur edhe syri i keq sa kohë, në fakt mas fiks pas sunës. Na ka ndodhur të dyjave, nga që njerëzit po na uronin shumë për këtë fitimin e gjitha. Me sa duket pas kanë harruar të bëjnë mashallah. Po, fiks. Më ndodhi që të çasha me fika, kjo është direkt nga soba, të dyja na zur gripin njëtin ditë. Ishte shumë e çuditshme, domethënë thjesht wow. Interesant. A mos po mirë, bëj një pyetje kështu kontrapyetje, mos ndoshta edhe mendja juaj, duke qenë si ju tashmë jeni, keni qenë në qendër të vëmendjes, keni filluar ta kërkoni ku tani mundet ne të rrshqasim ne kështu të vogël, ku mundet njëri apo jo. Apo e kam gabim. Edhe ndoshta mendja është e madhe. Okej. Edhe mund, por që nuk besoj se para Wisdomit nuk ndodh asgjë gjë e tillë. Është e dyta herë që ndodh fiks pas Wisdomit. Okej. Për ty Adelina, çfarë është syri i keq? Në anglisht më ta thosh. Jo, s'ka. Se më përpara e kisha idenë se çfarë mund të ishte syri i keq. Thjesht e mendoja kështu, që janë ato nazar botën kështu. Okej, ato sytë që përdoren kundër mësyrshit. Që vendosen. E mendoja që ashtu duket edhe syri i keq. Po nuk e mendoja se vinte nga njerëzit syri i keq. E mendoja që nëse mbajti atë të vinte syri i keq, po kishte edhe shumica e njerëzve theshin që po ta mbash ti atë të mbron nga syri i keq. Edhe pastaj ti mendoje që ky syri i keq që imagjinoje ti mund të mbrojë nga syri i keq. Po pastaj un po mendoja, po a nuk ishte Allahu ai që na mbronte ne? Si mund të na mbrojë kjo gjëja ne? Edhe prandaj qëllimi i projektit tonë ishte edhe kjo që t'ja u rikujtojmë njerëzve që se shumica mendojnë që këtë duhet ta veshim me patjetër, ta mbajmë me patjetër, po që në fakt ajo të bën edhe më keq, nga që është edhe blu, edhe më tepër attention. Vëmendje. Shiko, unë do bëj pyetjen kështu. Nëse më konsideroni mua si dikush që nuk merresh fare nga të gjëra, jo se jam ndonjë ekspert, por megjithatë disa gjëra bazike i di, dhe përpiqeni të ma shpjegoni projektin tuaj me të përmbledhur. Çfarë ka qenë projekti juaj? Fund e krye. Kushdo prej jush mund ta bëj, është shkret okay. Kush ndihet më confident për të folur anglisht? Okej, si fillim është ta shpjegojmë se çfarë është syri i keq. Është se si mund ta marrim syrin e keq, pastaj si të mbrohemi nga ai. Ndoshta edhe si të kurohemi. Kemi bërë diçka të tillë në projekt apo nga fundi si ta kurojmë pastaj. Si të mbroheni. Për shembull, ti the pak më përpara që unë mendoja që ai syri në fakt të mbronte. Gjatë studimit që ju keni bërë, çfarë ka rezultuar? Domethënë si mund të mbrohemi ne nga syri i keq? Cilat janë disa gjëra për shembull, që profeti Muhamedi alayhis salam ka thënë dhe të cilat ne mund t'i përdorim për të mbrojtur. Po, mund ta marrim. Tani në fillim ne e dim që edhe profetia është prekur nga syri i keq. Okej. Prekur nga syri i keq.
Edhe po bënte duaja çat ishte. Se nuk ishte një gjë kështu specifike që këto janë përsyrën e keq, edhe duhet bëjnë këto dua ose këto duhet thënë këto gjëra. Edhe pa që nuk po funksiononte, që nuk po ikte, edhe Allahu ja dërgoi 2 ajete, këto 2 suret, Felekun edhe Nasin, të cilat gjithashtu janë të njohura si suret më të që mbrojnë më tepër, më të forta që të mbrojnë. Edhe prandaj edhe njerëzve duhet që kur preken nga syri i keq, është mirë që të lexojnë Felekun, Nasin, Ihlasin 3 herë, edhe që t'i fryen kështu 3 herë duarve dhe ta përhapin në pjesët ku i dhënë ku kanë shqetësime apo në gjithë trupin. Po, sepse fjalët e Kuranit janë shumë të fuqishme. Janë shumë të fuqishme. Po merak. Edhe fjalët përhapen në çdo trup, në të gjitha pjesët. Pastaj është edhe kjo, është bërë një scientific research. Po, një studim. Po, një studim. Janë marrë 2 grupe për të parë se sa efekt ka. Sa efekt kanë fjalët e Kuranit ose namaz, adhurimet. Po. Edhe janë marrë 2 grupe. Një grup është futur në një program 8 javë, për 8 javë, që bënin adhurimet, faleshin, recitonin Kuranin, bënin suret, ndërsa grupi tjetër nuk bënin asnjë gjë nga këto adhurimet. Pas 4 javëve janë marrë të 2 grupet, edhe në mendjen e tyre, është parë që ato kanë patur më pak stres, ato që kanë bërë adhurime, ndërsa ato që nuk kanë bërë adhurime kanë qenë njësoj me stres, me anxiety, me depresion. Pastaj për të patur se efekt ai prek edhe sistemin ton imunitetit, edhe kanë marrë një vaksinë, edhe brenda asaj ka patur një gjë si flu, si grip, kështu. Edhe ja u kanë vënë të 2 grupeve. Pas 4 javë prap janë marrë në një dhomë, edhe është dukur se ato që kanë bërë adhurime, imuniteti i tyre ishte forcuar më tepër. Ndërsa ato që nuk kishin bërë adhurime, imuniteti i tyre ishte në një nivel më poshtë. Shumë interesante dhe shumë e bukur, shumë befasuese. Prandaj recitimi i sureve edhe leximi i Kuranit mund të shkojmë edhe në përhoxha, edhe në përhoxha, po që ta recitosh vetë ka më tepër efekt. Po përveç këtyre 2 sureve dhe përveç Kuranit që është gjëja më e fuqishme që ndihmon në shërimin e kësaj sëmundje, në studimin që ju keni bërë, ka diçka tjetër, mund të jetë diçka në lidhje me ushqimet për shembull, që mund të ndihmojnë në shërimin e kësaj? Edhe te ushqimet, ne si jemi kështu si njerëz, kur am ushqime dhe e lëm kështu, nuk e mbulojmë hiç fare. Edhe gjatë natës këto gjëra e dim që ekzistojnë. Edhe gjithashtu edhe mikrobe mund shkojnë aty. Në vërtet. Bakterie, qaska. Kështu që sugjeroj që ti mbulojmë se nuk i dihet çfarë nuk i dihet. Kam dëgjuar që magjia dhe syri i keq bëhet akoma, do të thënë merr një fuqi për keq akoma më shumë kur ajo vjen nga ushqimet në fakt. Dhe po ti vëmë re rastet e personave që preken nga magjia apo syri i keq, rastet më të këqija janë ato të cilat e kanë ngrënë ushqimin e bërë me magji, për shembull. Dhe e kanë pasur akoma më të vështirë për të shëruar. Kjo magjia është niveli më i lartë në hierarki. Nëse vendosim një hierarki këtyre gjërave, po. Ndërsa ky syri i keq më shumë qëndron, kam përshtypjen tani se ju mund ta dini më mirë se ju keni marrë të punë. Qëndron në më shumë te
në pavetdijshme të tjerëve, më një lloj zilie që njerëzit mund ta kenë për të bukurën, për të arritshme, për tjerë që kanë suksese të tjerë. Mund të jetë edhe kështu që vjen për shembull edhe nga njerëz të cilët ty të duan shumë dhe të gëzohen shumë për momentin. Mua për shembull personalisht kur kam qenë bebe e vogël, babi im më merrte vazhdimisht në mësysh. Dhe jo me të keq, domethënë po thjesht për faktin që më gëzohej shumë. Dhe pastaj derisa i thanë që ki kujdes, thuaj mashallah, bëj ndonjë gjë. E pra, si të desha të pyes, a mendoni ose jo, s'është punë mendimi kjo, po a e keni ndesh ju si një formë parandalimi këtë punën e mësyshit ose syrit keq, për shembull te përmendja e Zotit, përmendja ose kujtimi i madhështisë së Zotit në çdo gjë që krijon. Për shembull, njerëzit janë të krijuar, domethënë nga Zoti, bukuria, çdo gjë që ekziston, dhe nëse njerëzit a priori do ta dinë këtë, nuk do të, si më thon, nuk do të befasohen nga çdo gjë, nuk bëjmë kështu gelit wow, e di. A luan rol kjo për shembull, nëse si e keni pa ju? Po, sa gjatë pyetja. Ja, shumë gjatë, më shumë ishte konstatim se sa pyetje. Po pra, prandaj them. Domethënë ideja a është një formë parandalimi? Ideja për shembull mashallah ose pra, nëse ne jemi vazhdimisht të lidhur me Zotin, këtë doni thonë profesor. Nëse ne jemi vazhdimisht të lidhur me Zotin, a na ndihmon kjo që të jemi akoma më të mbrojtur? Që se njerëzit ishin aq të vetëdijshëm, ata që do shihnin diçka të bukur, derisa shumë i thon mashallah ose si ishte fjala tjetër? Allahu me berek. Allahu me berek, po. Ose te berek Allah. Gjithashtu dhe personat e tjerë do të jenë poshtë aq të kujdesshëm saqë kur dalin nga shtëpia ose sa herë kanë mundësi të thënë ose ajetin kursi ose këto dy surat e tjera që ishin Felek dhe Nas. Domethënë, do ishte shumë të ishin gjithë vetëdijshëm nga kjo gjë. Do ishte më. Tani ne si jemi kështu që një njerëzore, normal që e kemi brenda vetes tonë që duan të tregojmë. Për shembull, këto aplikimet si janë që Instagrami, TikTok ose Facebook janë për shumë famous. Të famshme dhe ne përdorim edhe. Po. Jemi vazhdimisht në kontakt me to. Edhe ne aty postojmë mënyrën se si qa pim. Kam vënë re edhe mënyrën se si flen. E postoj. Edhe profeti jon, peace be upon him, ka thënë që keni kujdes se populli im do vuaj shumë nga ky syri i keq. Edhe një scholar, studiues, Mufti Meng, besoj se e din të gjithë, ai i thotë që keni kujdes se jo çdo sy që ju shikon juve ka qëllim të mirë. Edhe sidomos për shembull nëse ne kemi postuar kur jemi në një udhtim dhe e shohin të tjerë të cilët kanë dashur të shkojnë në atë udhtim, por nuk kanë shkuar dot. Aty bëhet kjo mund të ketë një lloj kështu efekti më të madh. Unë nuk e di, mund t'jap një rast personal nga jeta ime. Sapo kemi postuar një video me shoqet, ishim diku në një udhtim, sapo kemi postuar një video, çdo gjë po shkonte mirë deri në ato momente. Pasi postuam atë video, çdo gjë filloi përters. Okej, është edhe pjesa psikologjike që njeriu fillon të gjejë arsyen, por që ne filluam të ziheshim me njëra tjetrën, filluam të na humbisnin lekë etj, gjëra që ne as nuk i mendonim që mund na ndodhnin. Dhe aty tha me vërtet, domethënë që nuk do postojmë në rrjetet sociale, se me vërtet është shumë e rrezikshme dhe aty ka me mirë asy që na shohin në fakt. Nuk bëhet fjalë për një audiencë të vogël, por bëhet fjalë për një audiencë shumë të madhe, kështu që prandaj edhe duhet të përdorim këto, mashallah, si tha edhe Shukria, se kam vënë që ne që jemi si musliman nuk i përdorim fare. Kur shikojmë një gjë shumë të bukur, nuk i përdorim fare. Ndërsa ato që nuk janë musliman, e përdorin më tepër se ne. Po në fakt, po ta vëmë re prindrit tanë për shkak e përdorin më tepër mashallah se sa ne që mund ta kemi mësuar besimin apo që mund edhe ta praktikojmë. Po ata kam përshtypjen se në nijet ose në brendi nuk është se e përdorin, domethënë detyrimisht për t'ja lënë, ku diun, një gjëje ose madhështisë së Zotit, po më shumë e përdorin si rutinë ose si një fjalë më shumë të zakonshme se sa nga fyti e lartë. Pyetja ime është kështu ndryshe tani, pak përtej tematikës së projektit. Çfarë keni mësuar një gjë të re për shembull, që lidhet domosdoshmërisht me temën, por që lidhet ndoshta me kërkimin, me mundjen,
ku diun. Ose qoftë edhe çfarë keni mësuar ju nga si kanë bashkëmoshatarë, nga peers të tjerët që kanë qenë marrë pjesë në projekt. Ose për shembull ndonjë projekt që u ka ngelur në apo nuk ju interesoi fare kush ishte anash jush, bëj shaka. Një që kam betur në mendjen time nga projekti ton, është që ne si komunitet që jemi, i dim këto që duhet të bëjmë namazin, duhet të agjerojmë, ose duhet të japim, duhet të shkojmë zekat, ose duhet të shkojmë njërë në jetën tonë në haqë, të bëjmë haqë. Po që kam vënë re që ne nuk jetojmë sipas atyre traditave profetike, sipas profetit tonë që ka bërë. Se për shembull, si thamë edhe në fillim, që janë 3 suret, ne e dim që kjo gjë me pa tjetër do na mbrojnë nëse i themi këta. Është vetëm 1 minutë ose 2 minuta mund të zgjasë kjo recitimi i tyre. Edhe ne pse e dim këtë, i anashkalojmë pra. Edhe kjo më ka bërë më tepër përshtypje që okay. A keni filluar ju të ndryshoni diçka te vite pasi keni punuar me këtë projekt? Patjetër. Okej, ja pas ka vlitur domethënë. Qëllimi ishte që të dinim edhe ne për veten, siç thash në fillim. Edhe që nga ai moment fakt, unë jam marrë më shumë me këtë pjesën e mbrojtjes. Edhe para gjumit, në fakt gjumi bëhet më i mirë, kam vëre. Kështu që ju sugjeroj ta bëni, seriozisht. Okej, mirë. Ndoshta jemi afër fundit. Unë doja t'ju pyesja çfarë do të sugjeronit ju bashkëmoshatarëve tuaj dhe pse ata duhet të marrin pjesë në këtë projekt, në Wisdom Behind Sunnah. Dhe pse ata duhet të mësojnë për traditën profetike. Do të them shumë shkurt, me pak fjalë, feja në fakt e Islamit është një mënyrë jetese, në fakt, dhe mund të jetë më e shëndetshmja që mund të bëni. Nuk e ka krijuar njeriu, ka krijuar krijuesi jon, domethënë, për neve. Kështu që sa më shumë informacione të keni, aq më mirë është dhe ta praktikoni atë. Okej. Do doja që edhe nëse nuk dëshironi që ta bëni se jo vetëm ju, po edhe gjithë të tjerët do marrin një dije nga ajo. E vërtet. Se shumë e bukur. Shpeshherë ne i harojmë gjërat. Prandaj t'ja rikujtojmë pra, është të jetë mirë. Patyshim që të jetë mirë. Mirë, unë nuk kam ndonjë gjë tjetër, domethënë faleminderit shumë që ndavët për vojën tuaj me ne. Edhe ashtu do doja që të falenderoja mentorin tan, Esmeralda. Okej. Ishte një sekret që po zbulohet tani. Na ka ndihmuar shumë gjithashtu në projektin. Mirë, faleminderit shumë që ishit. Tani sekretet të zbulojmë kreta Esmeralda, po mos e zbulojmë. Jo. Tash mjaftonte. Edhe për te podcastit, domethënë. Disa i kemi lidhje personale etj, po nejse. Unë ju falenderoj gjithë juve për shikimet, për gjitha reagimet që keni bërë në gjithë sezonin. Ne do jemi edhe 1 ose 2 episode të tjera dhe ta mbyllim këtë sezon. Kështu që ju falenderojmë gjithëve që na keni ndjekur, që na keni ndarë se na keni ndarë dhe që na keni bërë të përvojë gjithnjë të bukur. Sigurisht falenderoj dhe Esmeraldën për bisedat që kemi ndarë bashkë. Kënaqësia është ime profesor, edhe unë doja të falenderoja të gjithë stafin që është marrë me organizimin e këtij podcasti. Ka qenë me vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Do të ngelet gjatë në kujtesën time si një ndër eksperiencat më të bukura. Shpresoj shumë që ky podcast të vazhdojë dhe të vazhdoni të na ndiqni. Faleminderit dhe mirupafshim.